Ishën e po që ka Po, ka qenë takimin sekret si lajm. Po, pse sekret sa? Ma nxjerrni foton në Sekret nuk shihet kush do foto. Nuk është sekret. Nëse shkon lideri i LDK-s në zyrët e PDK-s, nuk mendoj që është sekret këtë takim. Po s'ka të keqe kur Po, siç më konfirmohet kjo se ka qenë fake Mera news. se ka qenë të funksionu mirë PDK, LDK, kjo afar koalicioni im shef, themi, edhe po shkon aktivizmi mirë në teren, nuk ish pas nevojë me bëj zhurmë lideri i LDK-s. Për kish lon, kërton mirë po funksionon. Ka zyrtare diçka për LDK-s? Zyrtare? Alil, Alil, të lutem. Po mësoj që nuk je Arbeni e konfirmoj, nuk e nuk mund ta japim lajmin pa e dërguar komunikatin. E ka me fjalinë për gjysë piramidën për Çfarë po, e kuços për diçka zyrtare për LDK. LDK-ja është partia e fundit që bën diçka zyrtare se kanë PR-in kot, po mendoj nëse do të di. Nuk e di. S'po du me komentu, no comment. Ta dërgojun, po nuk është janë shumë fleksibil në reagim. No, që ka tendencë, do më hanë me qepu, ka. Kujt? Kjo po shihet, LDK-s natyrisht, ka pas ka i qepuim? kohën e fundit. Por, për i kolegëve të mija, ti je neutral në këtë rast. Faleminderit. Por që LDK-ja Prishtinën e ka edhe një mandat përgatitni pjora, njerëz, individ, Ma dërgoni këtë lajm, kush do të jetë ministër për. Unë ma Për shumë që ka përpjekje Arben me godit vetë vendosë për kolegëve të mi është evidente. Kolegëve të mi është evidente. Po, është pa. Që e godit ideologjit. Unë jo manti Marxist. Po është fakt edhe që na godisim jo LDK-n për Parem Ramën, që ki shumë Unë jo gabim. manti socialist, Për Parem Rama i nderon Halil. As një vlerë të LDK-s nuk e përfaqëson. As një vlerë të LDK-s nuk e përfaqëson për Parem Rama. Në ditë kur u themelu LDK për Parem Rama, sa s'dalë më ti kur kush me kallzu ti. Në shtakta se ditë Lenë mos bëj. Kundër cilës vlerë u kthye. Shpjegon apa. Kundër se cilës vlerë që amon son pushtet. Jo, Kundër këtë vlerë, krejt, kundër krejt. Jo, kjo është veç Ai se di kush selia LDK-s në Prishtinë. Po liberal demokracia. Ai se di sa digi ka LDK në Prishtinë. E ki ndihmën e blejë. Se din as ti sa digi ka LDK. Liberal demokracia. Po da bona avokati. I studios. Halil, liberal demokratë. Nëse vlerimi ti shkon dikush aty po shkon dikush. Te liberal demokratë. Po, e di. PDK-ja. E di. Atë konservative to kjo LDK-ja jote. Unë nuk e përjashtoj mundësinë blejëm që një talme ka mu kriju dy bloqe në Kosovë. Liberal demokrate djatha, e qendrës dhe e majta. Mire kjo e majta është kogjo problematike në Kosovë, se sos social demokraci. Është qendrë e Po majta? është e majtë kogjo ekstreme. Jo, ma është Po jo, më e qyshjo. Me standarde me Po jo, më e kapione. qyshjo. Po çfarë ekstrem. Partije si lider të cilës vazhdimisht i shojnë republikanët, i shojnë kapitalista. E mbërën alendën. Faleni mos foli kocina. Vetë vendosës që janë gjatista. Lideri ytë ka dorë bëhet e Salvador Allendës. Çfarë çatsojmë që jemi drejt për drejt. Foto cila po qarkullon Që ka për dorë me vjetë. status në bëhet e Salvador Allendës. Toshi, pak më i rëndësishëm se Salvador Allendës është kjo që po e them unë. Jo, këto janë shumë të rëndësishme. Se jam duke dhënë informacion në atë që po ndodhe kohë reale, o Matoshi. Aj, kukoj. Shumë foto që po qarkullon aktualisht, e cila po mundohet të dokumentoj vizitën e Abdi Gjikut tek zyrët e PDK-s në Lagjen Arbia. Degës e PDK-s në fakt nuk mund të na sigurojnë që ka ndodhur vërtet kjo vizitë. Mund të jemi ende në kuadër të kurthit të fake news, do të provojmë ta verifikojmë. Me që jemi drejt për drejt, mund të na ndodhin gjëra të tilla. Realisht ne jemi në konfirmim të vazhdueshëm të asaj që ka ndodhur. Sidoqoftë, ajo çfarë ka ndodhur deri më tash është që Partia Demokratike, të paktën qendra Partisë Demokratike të Kosovës, do ta mbështesë Parem Ramën, këtë e kemi të qartë, strukturat e saj janë duke u angazhuar sikur në vitin 2021 që ta mbështesin Parem Ramën, por nuk do të dalë publikisht në mbështetje të zotit Rama. Uran Ismaili që në fakt ka qenë njeriu kryesor në Prishtinë. Që të informacione kanë pas 10 ditën, që PDK-ja nuk ka me dalë publikisht dhe me bu koalicion, me në shkru marrëveshjet koalicionit me Parem Ramën, po kanë me mbështet, me thonë... Publikisht. Jo publikisht. Nuk kanë me dalë publikisht me bu marrëveshje. Se kjo pastaj e prish shkrymen e ndryshime. Çu shpjegoj këtë radhë që mbështetet, çu e kuptu? Pa dalë publikisht.
Jo, e tham që ka ndodhur edhe zgjedhjet e kaluara para tyneve që Me 30.000 vetë me telefon i thirr Ardona? Jo, me telefon. Ai çon një email, i thosh shkon shtëpi. Jo, bre fidan tash ai thirr Xhafer Tahiri që ata sa mi vet ikon vështirësi. Po jo, pse tash ti kanë herë. Jo, po folin për një komunë, po bojnë ndryshe. Kur folin për një komunë ndryshe. Në kosh Çdo ditë Xhafer Tahiri po i thirr. Po jo, tash nëse PDK-ja nuk në shkruan marrëveshjet koalicionit që komunë informota me LDK në Prishtinë, mirë po ka me punu në terren, me aktivistat e vet, me strukturat e veta organizative që i ka në nivel Prishtinës, me përkrah për parimërohen dhe po ashtu kam informacione që nuk ka me qenë pjesë e koalicionit të ardhshëm nëse fiton për Parim Roma. Për Parim Roma, çka ka më informacione, ka me pas koalicion. Ka me pas koalicion në Prishtinë me lidhjen për Prishtinën, me AOK-n, me Nismen, edhe me një asambleistëm që më duket e ka PSD. Kam një pyetje Artan dhe nis prej teje. Pse Hajrullah Çeku ishte kaq i heshtur?